Përshëndetje të dashur ndjekës dhe mirë se vini në këtë podcast I cili do të jetë I fundit në këtë sezon dhe për një arsye ose jo, për shkak të zhvillimeve politike dhe debateve që zhvillohen, por edhe për një momenti edhe një date të rëndësishme historike që është marrëveshja e Ohrit, e cila pas pak ditësh do të përmbush 25 vjet, unë këtu në studio kam ftuar kryetarin e BDI-s Ali Ahmeti. Faleminderit zoti Ahmeti që je pjesë e këtij diskutimi e kësaj bisede. Mirë qofshi, mirë se u gjeta. Dua ta filloj këtë bisedë pikërisht edhe lidhet me marrëveshjen e Ohrit, por pikërisht me një konstatim, me një zhvillim apo që ndodh në parlament, që ndodh në shoqëri, ku disi marrëveshja e Ohrit përmendet, por njëkohësisht thuhet nga ju dhe nga të tjerë që lëkundet, është e lëkundur marrëveshja e Ohrit. Marrëveshja e Ohrit disi po anashkalohet, po tentohet të zhbëhet. Edhe ju e thoni këtë. Pse? Tani a do filloj me historinë e marrëveshjes së Ohrit apo të filloj nga pyetja që ju e bëni? Po mendoj të fillojmë nga pyetja sepse lidhet edhe me aktualitetin. Ja në parlament kemi situata ku miratohen disa ligje, ka momente ku e fundit ishte apo që dërgohen ligjet te deputetët pa gjuhën siç duhet. Nga ana tjetër kemi akuza se ju nuk e keni zbatuar marrëveshjen e Ohrit. Të fillojmë me pyetjen e fundit. Pse ju vazhdimisht e përmendni që marrëveshja e Ohrit është e rrezikuar? Tani, përsëri ngelemi në pozicionet që I kemi, unë do filloj me historikun e marrëveshjes së Ohrit. Në vitin 2001, shpërthej kryengritje e armatosur tek shqiptarët e Maqedonisë, jo se shqiptarët e djeshën luftën, por lufta u imponu shqiptarëve. Sepse u ndryshu kushtetuta 1989, u hoxhën shqiptarët element konstituithi Republikës, u bën shkollat e përzime, u imponu gjuha maqedone, shteti vetëm I maqedonasve, shqiptarët u ngritën, kërkonin shkollat, universitet, u vran, kërkonin flamurin që e kishën pas në ish Jugosllavi, u vran në Gostivar, dhe kryengritja ishte e imponuar. Dhe tani, në këtë situatë, gjatë zhvillimit të luftimeve, mua më vjen një propozim, dokument, për ndarjen e Maqedonisë. Dokumentin më ka sjell Arben Xhaferi, sekretari PD-s së asaj kohe. Dokumenti I hartuar me hartë, me kufi, se si do dukeshte ajo ndarje. Më thot, jashtë mbetnin shqiptarët e Strugës, të Kërçovës, të Kumanovës, të Shkupit, Manastiri, Prespa, Ohri, Velesi, gjithkund ku kishte shqiptar. Dhe për mua, ky dokument ishte I papranueshëm. Dhe kam kthyer pas. Dhe filozofia e marrjes së këtij vendimi kishte qenë se shtetet multietnike janë jo funksionale dhe se duhet të ndërtohen shtetet kombëtare. Mirë po të hynim ne këtij projekti. Më thot 260.000 shqiptar mbetjen jashtë territoreve ku do ishën shqiptarët dhe do I bashkangjiteshin në Shqipërisë dhe Likova do I bashkangjiteshte Kosovës. Për nga filozofia e këtij projektimi, mbase në atë periudhë vërtet ka qenë e pabesueshme që mund të funksionojë një shtet multietnik. Mirë po zgjidhje më të mirë se sa vetë marrëveshja e Ohrit, që ju garantonte shqiptarëve barazi të plot dhe shtetformues në këtë vend, ishte marrëveshja e Ohrit.
dhe ne zgjodhëm rrugën më të vështirë, marrëveshjen e Ohrit dhe jo ndarjen. Tash, dhe propozimi nuk ishte nga një shoqat, propozimi ishte nga qeveria e atëhershme, me mbështetje edhe të kryetarit të kuvendit, që ai më vonë e mohoi dhe tha për mua që gënjen Ali Ahmeti, mirë po, dokumentat janë dhe incizimet janë në televizion që mund të vendoset në seancë parlamenti edhe opsioni i ndarjes Maqedonisë. Dhe tani, ne për 24 vjetë kemi punuar me vështërsi shumë të mëdha, mbase kemi pas edhe dallime. Sidomos dallimet më të mëdha kanë qenë tek ligji i gjuhës. Dhe kemi shkuar në 2 faza, sa i takon ligjit të gjuhës. Dhe faza përmbyllëse është në 2016 apo 17, mos më zini për fjalë tash, ligji përfundimtar mbi përdorimin e gjuhës, të gjuhëve. Kështu që realisht Partia Shqiptare kanë punuar shumë më shumë në drejtim të promovimit të marrëveshjes së Ohrit. Unë kam thënë edhe partive politike maqedone që pak janë duke punuar në afirmimin dhe shpjegimin që duhet të bëhet komunitetit Maqedonas sa i takon marrëveshjes së Ohrit, sepse Maqedonat kanë një bindje që shteti po u ikën dhe se shtetin sipas marrëveshjes së Ohrit, nëse zbatohet si tërësi, e humbasin shtetin Maqedonët. Mirë po, me marrëveshjen e Ohrit, sa kanë fituar shqiptarët, kanë fituar edhe Maqedonët. Sepse Maqedonët bashkë me ne mund të ndërtojnë dhe të mbijetojnë bashkarisht si shtet. Sepse historikisht në këtë vend Maqedoninë e sotshme janë përplasur shumë dyfeqe. Dhe janë përplasur serbët, bullgarët për territore, për kështu. Dhe kjo luftë dhe kjo përplasje dyfekësh, edhe sot e ke luftën që ushtrohet mes këtyre dy shteteve për ndikim sa ma të madh kush mund të ketë në Maqedoni. Dhe ne nuk kontestojmë asgjë të bashkëqytetarëve tanë Maqedonas, as gjuhën, as kulturën, as traditën, as historinë. Dhe gjuha e përbashkët dhe dokumenti i përbashkët që duhet të na lidh është marrëveshja e Ohrit. Dhe kjo marrëveshje e ka shpije përpara Republikën e Maqedonisë së Veriut, si antarësimi në NATO, si hapja e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, që pritet të ndodhë së shpejti, por që duhet mbyllur disa çështje. Por që marrëveshja e Ohrit është e rrezikuar, kjo nuk do asnjë koment. Ligji i gjuhës është 75 faqe i projektuar për ta ndryshuar dhe për ta asgjësu, do thot për t'i bërë atentat në gjykatën kushtetuese. Është suspendu ligji për përfaqësim të drejtë, tani futen ligje për arsim ku përpara ekzekutimit ndodhen universitetet shqiptare, sepse ata duhet të jenë leva të universiteteve të Maqedone, sepse universitetet Maqedone i përmbushin të gjitha standardet ndërkombëtare, dhe se Universiteti i Tetovës është jashtë standardeve, bile duke bërë edhe legjenda ndër komunitetin Maqedonas se nëse doni diplom shkoni në Universitetin e Tetovës, sepse aq çmimi është shumë i lirë
për të pajis me diplomë universitare. Kështu që ka shumë çështje të cilat përveç që i poshtrojnë shqiptarët nga kjo që ndodh, i kanë denigruar tërësisht shqiptarët. Tani unë dëgjoj deklarata me pompozitet se BDI-ja vetëm kur është në pushtet ka bërë për çështjen shqiptare dhe pasi ka kaluar në opozitë gjithçka e keqe është për ata dhe se asgjë të mirë nuk ka bë vleni për këto 2 vite. Ja të pyet zoti Ahmeti këtu pas kësaj paraqitje do pak historike dhe pak e bazuar në realitet. E para që ju akuzojnë, ja, e tha dhe ju, thoni që ju nuk keni bërë asnjë gjë për 25 vjet. Unë do t'ju pyes, a do duhesh te BDI-ja të punoj më shumë me partnerët maqedon, sepse keni punuar me të gjithë strukturat e këtij shteti në kuptimin politik të fjalës, pra edhe LSDM-n edhe VMRO-n, që të promovojë më shumë marrëveshja e Ohrit. A nga ky këndvështrim, a do të kishit dashur të kishit bërë më shumë në promovimin e marrëveshjes së Ohrit në mënyrë institucionale? Në mënyrë institucionale, marrëveshja e Ohrit, vetë qeveria e Maqedonisë, si në kohë të VMRO-s, si në kohë të LSDM-s, do thotë me financim dhe mbështetje të qeverisë, çdo përvjetor përjashto fillimet e marrëveshjes së Ohrit, që nuk ishte guxim as LSDM-ja as VMRO-ja. Dhe në organizimin e parë të marrëveshjes së Ohrit kanë marrë pjesë, nëse u kujtohet, në 2002 në Breg Diellit e kemi organizu, kanë marrë pjesë tërë diplomatët me Amerikë, me Europë dhe me gjithë kancellaritë e Europës në përkujtim të përvjetorit të marrëveshjes së Ohrit. Tani diku filloi LSDM-ja gjatë mandatit të zbutet. Tani edhe VMRO-ja gjatë mandatit 2008-2016, gjithashtu reflektojme pjesëmarrje në përkujtim, por organizoheshte nga sekretariati për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. Nëse organizohet këtë vit do të shkoni? Dhe unë e organizoj vetë këtë vit. Me 13 gusht jeni të mirë se ardhur në Aleksandër Pallas në orën 6 organizoj me panele për vjetorin, 25 vjetorin e... Dakor, po do të thonë e organizoni vetë. Nëse organizon qeveria në një formë të ngjashme siç e përshkruajt ju, do të kishte shkuar? Unë jam i padëshirueshëm për ata dhe nuk më kanë ftuar. Nuk e dim, unë nuk e di a kanë ftuar ajo, po e pyes parimisht, nëse ju ftojnë, nëse i ftojnë diplomatët, do të shkoni? Po, sigurisht që po. Dakor. Ti kthehemi ligjeve aktuale, të cilat do të duhet të kalojnë me Baden-Ter, që është merita, vlera e marrëveshjes së Ohrit. Ju thoni vazhdimisht që tentohet të anashkalohet Baden-Teri. Si e shikoni këtë moment, i cili nuk vjen vetëm nga strukturat maqedonase, por edhe gjithë qeveria, madje ja ka akuza ku ju thonë që i zvogloni të drejtat e shqiptarëve, nuk leni që ligjet të zhvillohen të shkojnë më tej. Si i shikoni gjithë këto akuza kur ju thonë, që ju e thatë edhe pak më herët, që ju nuk keni bërë asnjë gjë 25 vjet dhe tani ne po i korrigjojmë gjithçka që ju duhet ta kishit bërë. Tani, nëse Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka bërë asgjë për 25 vjet, let ma thonë një që kanë bërë për 2 vjet. Një. Por veç që gjërat i kanë quar keqe ma keq për shqiptarët. Por veç që i kanë poshtru e denigru shqiptarët. As një lëvizje nuk kanë bërë, po të këshën bërë në lëvizje, pavarësisht që nuk e kanë legitimitetin e shqiptarëve. Dhe uroj që ky të jetë tradhtia e fundit e shqiptarëve, sepse shqiptarët për herë keqe u ka ardhur nga të vetët. Dhe uroj që ky të jetë e fundit pa legitimitet dhe pa fituar zgjedhje të vrapojnë pas koltuqeve
e pas gradave të ofiqeve e për të shkel mbi kauzën dhe çështjen kombëtare. Marrëveshja e Ohrit dhe të drejtat e shqiptarëve nuk janë fituar as si lëmosh, as si dhuratë dikujt. Me gjakun e ushtarëve të ushtrisë shërimtare kombëtare dhe për këtë gjuhë e për këtë flamur është derdh gjak. Prandaj uroj që shqiptarët le të jenë këta shqiptarët e fundit që kanë ngaren pas kultuqeve dhe që i kanë poshtru dhe denigru shqiptarët. Po dakord do isha. Ti kisha humbur zgjedhjet. Por duke fituar mandatin nga populli dhe jo vetëm një mandat, dhe për këtë jam mirënjohës çdo votuesi për 25 vjet qerek shekulli që më kanë mbështet, po sigurisht që ata që kanë votuar pa parë të arriturat nuk e kanë hedhë votën kot. Unë këtë vend e kam marrë me 0 përfaqësim, e kam lënë me kryeministër. 2 mandate 8 vjet kryetar kuvandi, ministër financash, ministër punëve të jashtme, ekonomisë, arsim, drejtësi. O thot, ka udhëheq me digasteret më vitale të shtetit, jo vetëm kohë të LSD-s, por edhe të VMRO-s. Po pikërisht atë VMRO-ja, ju për shembull thonë që edhe ju në atë qeverisje me VMRO-n apo në njërin thonë që nuk e keni respektuar legitimitetin e maqedonasve, apo u bot një qeverisje me LSDM, e dini historinë. Pra, nuk është që nuk ka pas precedent të kësaj natyre. A mendoni që çështja e legitimitetit do kthehet sërish? Unë mendoj që ju mund të jeni dëshmitar dhe i ktheni. Jo, mundohem të jap argumentet që i thon argumentet, dhe unë i kam argumentet e mia. Po. Ju keni punuar në Alsat. Merrni dhe ktheni, mos ka qenë intervista me ju ose me Mamet Zeqirin. Dhe pikërisht kjo është tema. Dhe unë e them që VMRO-ja ka fituar zgjedhjet. Kjo është e vërteta. Mirë po, tani unë ndodhem në një situatë ku duhet mendoj dhe të analizoj mirë se si të veprojmë atutje. Dhe në atë periudhë nuk ka qenë lehtë të bëhet divorci mes të VMRO-s dhe LSD-s. Por i tërë komunitetin ndërkombëtar ka qenë kundër që të bëhet koalicion me VMRO-n. Për rrethana nga më të ndryshmet që me shpalosjen e dokumentacione dhe të historikut se si ka ndodhur ato ngjarje, do të flasim në të ardhmen, do të flasë historia. Por detyrim ka kryeministri të respektojë legitimitetin e komunitetit të dytë. Dhe jo komuniteti i dytë nuk ka detyrim. Mandatari ka detyrim të respektojë legitimitetin. Sepse ai duhet të qeverisë, ai duhet të ketë stabilitet gjatë qeverisjes, ati duhet parimi i baditerit. Nuk mund të jetë qeveri funksionale në qoftë se nuk e ka shumicën e komunitetit, jo shumicë në këtë vend. Kështu që llogarit në këtë drejtim duhet t'i mbaj mandatari dhe mandatari ne obligon marrëveshja 29 majit të respektoj legitimitetin e komunitetit shumicë. Po, zoti Ahmeti, ja pikërisht këtu, kur janë këto ligje që duhet të kalojnë me badenter, të cilin qeveria aktuale pushteti nuk e ka. I blokoni ligjet për hir të parimit, sepse ligjet janë të këqija, apo i blokoni ligjet për të tregu forcën politike edhe për të dëshmu pikërisht këtë që sapo thatë? Nuk blokohen ligjet se janë ligjet të mira dhe blokohen për inati. Ligjet që propozohen janë anti-shqiptare, janë anti-marrëveshjes së Ohrit. Ligji
për arsim, është ligj kundër arsimimit të shqiptarëve, të arsimit të lartë. Ligji për përfaqësim të drejtë është kundër shqiptarëve. Nuk parashihet as etnia, as sanksionet për ata të cilët nuk e zbatojnë parimin e përfaqësimit të drejtë. Më thotë është flusk, sapuni, mbetet në vullnetin e palës shumic se si në të kaluarën. Na duhen për dekor shqiptarët, ase shihnive me sa ofendime flasin, se shqiptarët jenë pa përgatitur, se shqiptarët na kanë degraduar shtetin, dhe kjo e keqe e madhe na vjen nga marrëveshja e Ohrit, sepse duhet të respektojmë përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, dhe tani në sa jetë këtij përfaqësimi të shqiptarëve, ne si shtet kemi degraduar, nuk kemi paraqitje profesionale, nuk kemi ekspert të fushave, sepse nuk janë ekspert shqiptarët të cilët emërojnë digastere ku duhet ta përfaqësojnë shtetin e kështu me radhë. Po kjo është denigrim, kjo është mënyrë të organizuar, kjo është me parapavi politike, goxha mire përpunuar nga policia politike e këtij vendi. Ja ta bëj pyetje ndryshe zoti Ahmeti. Nëse këto ligje do të ishin në favor të shqiptarëve, të mira për shqiptarët, meqense e njëjta gjë, pushteti nuk e kontrollon badanterin, do i kishit votu këto ligje? Do ishit treguar pragmatik? Tash ti bën prova me mua. Po, jo, e pyes që po, është një ligj i mirë për shqiptarët, ne do e votojmë. Po çat mirë kanë sjell deri tash për shqiptarët. Se e di pse bëhet kjo pyetje, se shpesh akuza është që thuhet që apo BDI-ja i bllokon për të treguar një lloj forcë politike dhe disit i vardiset VMRO-s për t'i thënë që ja me ne mund të qeverisni më mirë. Për ta bërë pyetjen direkt, do kishit hyrë sot në qoftë se Vleni dilte nga qeveria, do kishit hyrë ju në qeveri në vend të Vlenit, me këtë VMRO dhe me këtë politikë që bëhet sot? Unë nuk e di sa herë kam përsërit dhe po e përsëris përsëri. Bashkimit Demokratik për Integrim nuk i intereson të jetë pjesë e qeverisë. Bashkimit Demokratik për Integrim kërkon zgjedhje të menjëhershme të bëhen në këtë shtet. Nëse ka pas dikush pas 2001-shit pushtet më shumë se Bashkimi Demokratik për Integrim që ka pas pushtet, kërkush s'ka pas 24 vjet. Dhe lufta jonë nuk është për pushtet, lufta jonë është për shtet dhe për barazi të plot mes shqiptarëve dhe maqedonëve. Dhe tani paradhiten parimet, të respektohet legitimiteti, pala shqiptare që fiton të jetë përfaqësuese e komunitetit shqiptar, dhe tani pa marrëveshje se si do duket ai partneritet, një vjet e kuqe, marrëveshja e Ohrit, marrëveshja e Prespës, marrëveshja për fqinësi të mirë, janë të panegociueshme. Organizimi i brendshëm, një, të hapet hetim për gjithë funksionarët, për çerek shekulli, si kanë vepru, si kanë qenë, kush janë. Hapet hetim. Nga unë të fillohet, ama i dyti, Kristiani, pas Kristianit, Zorani. Nga unë të fillohet, me asistencë profesionale ndërkombëtare. 2. Të hapet hetim mbi privatizimin. A i dini ju që mbledhje janë mbajtur gjatë periudhës së privatizimit, si të përjashtohen shqiptarët nga privatizimi. Dhe qëllimin e arritën, të gjithë shqiptarët i përjashtohen nga pjesëmarrja në privatizim. 3. Të hapet hetim
mbi të gjithë vrasjet pa gjyq që janë bërë nga 1945 deri 1990. Të hapet hetim për të gjithë burgosurit politik nga 1945 deri 1990 dhe të shpërblehen të gjithë ata që janë dënuar nga sistemi që ekzekutonte politikat rankoviciane në këto hapësira dhe Maqedoninë e shndruan në laborator antishqiptar. Antishqiptarizmi, laboratori për gjithë shqiptarët në Jugosllavi ka qenë i instaluar në Shkup. A i dini ju që sa Maqedonas janë të dënuar për Bullgarinë e Madhe dhe sa shqiptarë janë të dënuar për Shqipërinë e Madhe. Për të dy palët i kanë gjetur arsyet. Se Maqedonët luftojnë për Bullgarinë të Madhe, se shqiptarët luftojnë për Shqipërinë të Madhe. Unë kam dokumentacione dhe disponoj me këtë dokumentacione. Dhe përveç kësaj, ne kërkojmë të bëhet vetting në këtë shtet. Pse për këto çështje historike për të cilat i përmendni, nuk keni kërkuar hetime ndërkohë që ishit në qeveri? Se kjo është pyetja që ju bëhet vazhdimisht. Po si s'kam kërkuar? Po pse s'kan filluar ato hetime? Pse s'janë bërë ato hetime? Po se s'ka dakordsi, nuk ka. Nuk ka dakordsi. Nuk ka dakordsi. E tani, pyetja e dytë që lidhet pikërisht siç nuk ka dakordsi për shembull për kodin zgjedhor. Dakor. Unë jam fajsuar që tek partitë më të vogla të minoritetet se BDI Ali Ahmeti nuk pajtohet të jetë një zonë elektorale. Unë nga momenti i parë kam qenë një zonë elektorale, pragu 5% dhe listat e hapura. Kushte kam. Dakor. Po të mbesim te kjo çështje. Thoni që i rënditët kërkesa që i keni për një qeverisje të ardhshme. Mos besimi ndaj BDI-së është që këto gjëra i thoni tani që jeni në opozit, ndërkohë që kur do vi momenti për të qenë në qeveri, falni ta bëj pyetjen, ju do të riqeni për këtyre çështjeve. Pyetja ime është kjo, zoti Ahmeti. Nëse një partner Maqedonas nuk i pranon kërkesat për të cilat ju i renditët, a do të hyni radhës tjetër me çdo kush në qeveri? Tani Nisë reagoj fizikisht, se unë nuk ndërhy kur bëni pyetje. Po jo, ideja është ta mbajmë në linjën e diskutimit, se shumë mirë i radhitët. Ju vazhdoni. Mos harroni se unë ka 5 vjet që kam bërë propozim për vetting. Projekt ligj. Është mbyll në sirtar të parlamentit. Nga sirtari i parlamentit për herë para hap me rastin e vizitës së eurodeputetit raportues për Maqedoninë. Tha duke qenë në qeveri, ju e keni bën këtë propozim ligj? Thash po. Tha kjo do jetë pjesa kryesore e raportit që unë të bëj tha për Maqedoninë. A ka mundësi unë ta kem një kopje të këtij ligji? Po si jo. Arkivat e parlamentit ja dorëzu raportuesit për Maqedoni. Këto tema, unë i kam folur me përfaqësuesët Maqedonas. Si për privatizimin. Shkoni intervistoni kryeprokurorin e shtetit që nuk është në penzion, para këtij, tani, i para fundit, që unë zyrtarisht kam kërku të hapet hetim për gjithë funksionarët e BDI-s. Por, tek Maqedonët kam kërku që bashkarisht ta bëjmë ligjin të hapet hetim për gjithë funksionarët. Mirë po unë kam mbledhje të veçantë në Bashkimin Demokratik. Këtë vendime kam në Bashkimin Demokratik për integrim para 8 vjetësh. Dhe aso kohë ka qenë prokurore speciale Katica Janeva. Zyrtarisht kam takimun me Katica Janevën për këtë çështje, të hapet hetim për gjithë funksionarët e Bashkimit Demokratik dhe edhe atyre u kam përsërit, jo vetëm për Bashkimin Demokratik, por
për gjitha partitë politike shqiptare Maqedone. Dhe atyre u kam thënë, të fillohet nga unë dhe të vazhdohet me të tjerët. Ju thatë që nuk keni rënë dakord, nuk ka rënë dakord, e thatë këtë gjë. Domethënë nuk ka dakordsi nga pala maqedonese. Mua sot në të ardhmen më intereson, sipas logjikës të asaj politike që bëhet tani, sipas dinamikës të akuzave që bëhen tani. Në qoftë se kërkesat e BDI-s nuk do të plotësohen në zgjedhjet e ardhshme, ndërkohë që ju do të jeni fitues, do të hyni me çdo kusht në qeveri? Do të hyni patjetër në qeveri? Pavarësisht se nuk do të plotësohen kërkesat, se shumica e njerëzve ose qytetarët, opozita ju thonë që gjithë këtë retorikë që ju e shpalosni sot e bëni vetëm për të hyrë në qeveri. Kjo nuk qëndron. Dhe unë nuk e di se si ta shpjegoj. Po për 25 vjet pa marrëveshje të shkruar dhe të dakorduar si për programin e qeverisë, si për çështje që kanë të bëjnë me marrëveshjen e orit, me politikën ndërkombëtare, nuk kanë bërë partneritet as me VMRO-n, as me LSDM-n. Unë nuk mund të hyj çorazi edhe të mos e di fundin se ku do dalë. Kur hyj në një partneritet, hyj me vetdije, me përgjegjësi dhe me programe platformë. Por jo të zë koltuqe dhe të siguroj koltuqe për funksionarët e Bashkimit Demokratik për Integrim, sepse funksionet janë të përkohshme, misionet janë të përhershme. Po dakord, për ja qytetarë për shembull, ndoshta do të kishin dashur të dëgjojnë të thonë jo, nuk do hyj me çdo kush në qeveri, sepse nëse nuk plotësojnë këto... Atëherë po e them shkurt, nuk po hyj, pa kushte nuk hyj. Nuk hyj. Okej, atëherë do të kemi përsëri një situatë që ndoshta do jetë sot një pakicë shqiptare në Thojza, apo do të ishte pjesë e qeverisë, po kjo është gjithsesi hipotetike. Dua të përqendrohem përsëri te realiteti sot. Një nga postulatet kryesore të këtij vendi, përveç marrëveshjes së Ohrit, të cilën e diskutojmë, ju e shprehët pak a shumë si e shikoni, kanë qenë dhe integrimet. Ndërkohë që vendi duket që po ngec në këtë çështje. Jo më larg se disa ditë përpara, kryeministri po këtu në studio, te karika ku jeni ju i ulur, tha se nuk do të ketë ndryshime kushtetuese me këto kushte siç janë tani. Si e shikoni këtë çështje? Kjo është çështje shumë delikate. Tani jemi zënshëm na. Dhe zëri ynë është i arsyeshëm, mirë po keq kuptohet tek komuniteti i Maqedonës. Dhe e vrej unë në për shumë emisione të televizioneve të Maqedone, në thot ka një mlef anti-shqiptar se shqiptarët janë kundër maqedonasve, ata duan ndryshimin e kushtetutës, ata duan të fusin bullgarët, të bëhet Shqipëria e madhe, të bëhet Bullgaria e madhe, të bëhet Bullgaria kufit e konferencës Stefanit, marrëveshja ruse-turke që japin territorin Maqedonisë, Kosovës, Sanxhakun i ka zotru Bullgaria, i ka zotru deri në konferencën e Versailles 1920. Mirë po, realisht, thot, ky hap që është bërë, është menduar mirë në radhë të parë nga miqtë e Maqedonisë në Washington. Sepse pala bullgare asnjëherë nuk ka qenë e pajtimit që ka minoritet bullgar në Maqedoni dhe veriut. Kështu që ky është një avancim në favor të komunitetit të Maqedonas, se bëhet edhe dallimi, thot me automatizëm, thot kur pranohet dhe futet kategori kushtetuese minoriteti bullgar, do të thot që pranohet edhe komuniteti Maqedonas nga fet pala bullgare. Mirë po të hysh ta trajtosh këtë problem tani, edhe pse arsyeon në anën tonë, mirë po propaganda as shumë bëhet kundër ne shqiptarëve, po flas si shqiptar, se gjëja se ne nuk na intereson Maqedonia, ne duam të bëjmë Shqipërinë e madhe, do thot,
teza të cilat janë të pa vërteta, janë të pa baza, se po të deshëm ne ndarjen e Maqedonisë, këtë mundësi e kam patur unë si komandant i 15.000 ushtarëve në vitin 2001 me ofertë nga shteti, edhe mund ta bëja ta arrija qëllimin për shpërbërjet Maqedonisë dhe ndarjen e Maqedonisë. Shumë shpesh shteti unitar, rëndësinë e shtetit unitar për t'i dhënë një lloj garance Maqedonasve që unë nuk jam për ta ndarë ose për ta. Sigurisht jo një herë kam përsërit. Unë jam për shtetin unitar. Shpesh kjo është arsyeja? Kjo është arsyeja, sepse po t'i vreni propagandën e përditshme të mediumeve dhe shqiptarëve nuk u intereson, në veçanti në përgoj merrem dhe trajtohem në parasa të ndryshme unë, si një terrorist, si një njeri plan prishës e kundër paqes e kështu me radhë. Kështu që në këtë temë duhet të jenë racional politikanët Maqedonas dhe të mos e shfrytëzojnë as për politika ditore nacionaliste, por as edhe për fushata, sepse nuk i shërben vetë komunitetit Maqedonas politika diferencuese, sulmuese ndaj komunitetit shqiptar, po të shohin zgjidhje racionale. Dhe mos në ndodhë si të në ndodhë me palën greke, që po t'ishte bërë marrëveshja në fillimit të negociatave serioze me palën greke, ne do të ishëm me një marrëveshje shumë të avancuar se sa marrëveshja që u arrit. Mirë po nuk që të shkafot, që të kapim momentin e duhur dhe u arrit kjo marrëveshje që është dhe që duhet respektuar, sepse edhe marrëveshja e Prespës, si që është marrëveshje ndërkombëtare, e Ohrit, e Prespës, edhe marrëveshja për qësi mirë është me karakter ndërkombëtar dhe janë marrëveshje ndërkombëtare dhe duhet të respektohen. Po, zoti Ahmeti, e pyeta kryeministrin Mickovski, ai ishte takuar me ju. Do t'ju pyeste juve në çfarë kuptimi. Ju thoni që për çështje të rëndësishme sigurisht jeni të gatshëm të bëni kompromis ose të votoni ligje pra që vendi të shkojë përpara dhe absolutisht edhe për çështjet e integrimit një gjë e tillë do të duhet. Në qoftë se ka një tension të tillë ose një përshtypje të tillë siç e përshkruani ju, se si shihen shqiptarë nga Maqedonasit, se si përshkruani ju, a nuk do duheshte të kishit një takim me kryeministrin për të siguruar që për këto çështje mbështetja e BDI-s ekziston dhe ne ose ju këtë nuk e bëni thjesht për të hyrë në qeveri, por për të mirën e vendit? Jo, unë jam takuar dhe këtë pyetje që e shtroni ju, unë e kam siguruar Kristian Mickovskën që për çështje madhore të shtetit, më thotë ne jemi këtu dhe unë mbështesim në të gjitha çështjet që kërkojnë zgjidhje. Po një herët kam qenë shumë edhe decid për marrëveshjen e Ohrit, shkeljet që bëhen marrëveshjesorit, ligjit të gjuhës që është në proces, edhe pse fillimisht më ka thënë që s'më të ndodh kjo. Mirë po, sigurisht jashtë rrjedhave të ka qenë, unë kisha informacion që iniciativa është në gjykatën kushtetuese dhe akoma është në gjykatën kushtetuese. Unë kam informacion që ka iniciativë në gjykatën kushtetuese për të hapur çështjet e tribunalit të Hagës për të paditë ushtria shërbimtare kombëtare në tribunalin ndërkombëtar të Hagës për krime lufte. Dhe te kjo e fundit, jo që mua më frigon, por të hapish plagë të vjetra, dhimbja është më e madhe se sa kur hapet një plagë e re. Ato janë çështje që i kemi mbyll tash 20 sa vite përpara. Kur thash marrëveshja e Ohrit është marrëveshje ndërkombëtare, i nderuar. Si mund të çosh marrëveshjen e Ohrit, ligje dhe dakordsi të marrëveshjes së Ohrit
për ekspertizë në Komisionin e Venecias. Pse atëherë nuk shkon në Komisionin e Venecias vendimet e konferencës së Daytonit? Pse nuk shkon atëherë për trajtim në Komisionin e Venecias vendimet e konferencës së Rambouillet's? Pse atëherë nuk ngriten çështjet që janë mbyll tash 100 vjet në konferencën e Londrës e në konferencën e Versailles dhe të diskutohen si shqiptar, na për shembull ta ngrisim një çështje vendimet e konferencës Londrës 1913 në Komisionin e Venecias që i bën cop tokat shqiptare për pazaret të shteteve të fqinjit dhe duraviteshën fqinjit me toka shqiptare, me rafshin e Dugaxhinit, Kosovës, Pollogut, Pelagonis, rafshin e Vardarit, prej Veljesi deri në Bujanovc. Hajde atëherë të ngrisim edhe na në Komisionin e Venecias çështjet që janë vendosur në Versailles që në mënyrë arbitrare këto toka i jepen Serbisë. Dhe si në saje të këtyre gabimeve historike që janë bën në Versailles në Londër, janë luftrat që u shpërbë Jugosllavia, sepse ishën vendos çështje tepër të gabueshme në dom të kombeve që jetonin në hapësirat e Ballkanit perëndimor. Dhe tash këta zotëri po e çojnë për ekspertizë dhe për të marrë vlerësim e mendim në Komisionin e Venecias. Ç'lidhje ka Komisioni i Venecias me një marrëveshje ndërkombëtare siç është marrëveshja e Ohrit? Marrëveshja e Ohrit nuk është shul të ulen dy klube futbollistike të bojnë marrëveshje. Janë palë ndërluftuese që janë ulë dhe kanë arrit dakordsinë për bashkëjetesë dy komunitetet më të mëdha në këto hapësira dhe të bësh shaka hajgare me marrëveshjen e Ohrit. Nuk është punë e kollajshme dhe nuk ndahesh mirë. Po, edhe subjekte shqiptare kanë pranuar që të çojnë ligje në Komisionin e Venecias. Po çfarë duhet të bëjmë? Pse e përmend këtë? Përderisa ekziston nevoja për të sqaruar disa çështje, siç janë këto që i flasim, a ka ardhur koha ndoshta për një tryezë shqiptare për të caktuar ato limitet vijat e kuqe e quheni si të doni, që për te atyre këto çështje nuk duhet të diskutohen, që pse është kjo do ishte e rëndësishme, që mos ketë frikë në thojza as njëra palë, as pala tjetër, se për shkak të hyrjes në qeveri do ulet pazari për interesat shqiptare. Kemi nevojë ne pas 25 vjetësh zoti Ahmeti të ulemi bashkë si shoqëri shqiptare dhe të themi poshtë kësaj nuk duhet shkuar. Për të bërë marrëveshje të tilla duhet me pas seriozitet dhe përfaqësim të drejtë. Unë jam dakord, mirë po nuk shoh seriozitet nga ky grumbullim që është bërë në këtë lëvizje të quajtur Vlen. Sepse prioritet ka vendos Koltukun e jo misionin. Dhe kjo është shumë lehtë e arritshme, nuk ka nevojë as me ulë në tavolinë, me bë deklarata, vendime të partive që përfaqësojnë, që ne respektojmë legitimitetin, çdo kush që shkel legitimitetin bën tradhti kombëtare dhe duhet sankcionuar dhe dënuar nga populli. Unë sot jam i gatshëm ta bëj. Pa të gjithë kanë deklaruar se nëse i humbin zgjedhjet do shkojnë te shtëpia. Cili prej tyre ka shkuar te shtëpia për 25 vjet sa jam unë në politikën legale? Humb zgjedhjet çdo mandat dhe përsërin kryet partivet. Pra nuk i besoni përfaqësuesve të Vlenit, si më thënë. Vjen keq, por dakor. Në fund dua t'ju pyes vetëm edhe disa pyetje. Dhe pse nuk trajtohet legitimiteti? Edhe nga mediumet duhet të trajtohet më vëlla legitimiteti. Ore trajtonje për çdo ditë. Ktu është gabimi.
sepse e keqja nga shqiptarët vjen, nuk vjen nga i huaj. Historikisht nga shqiptarët ka ardhur e keqja. E për ju thoni që jeni për zgjedhje. Kur mendoni se duhet të bëhen zgjedhjet, nëse duhet të ketë zgjedhje të parakohshme për të vërtetuar edhe një herë legitimiteti, se ne jetojmë në një realitet ku një strukturë është në pushtet, ju jeni në opozitë. Sipas logjikës që po diskutojmë, kur duhet të ketë zgjedhje të parakohshme? Tani kjo nuk do mbaret atë për BDI-s. Po, ju pyes juve, pa diskutim, po. Unë mendoj që sa më shpejt që të ketë zgjedhje, aq më mirë është për vendin. Në vjesht, në pranverë, kurdo që të jenë ata, është e mirë për vendin. Situata si ajo politike, si ajo ekonomike nuk është e mirë. Situata ekonomike gjithnjëherë shkon duke u keqësuar. Sipas informacioneve që marrin, do thotë ka vonesa në paga për punëtorët, për pensionet, për trajtime, për lehonat, për fëmijët e posalindur, do thotë ka goxha shkurtesa në këtë drejtim. Dhe do ishte mirë që sa më shpejt të bëhen zgjedhje, po përveç zgjedhjeve duhet të ketë pako për t'i mbyll problemet, çështje me të cilat po ballafaqohet vendi. Unë me shumë kujdes i kam përcjell edhe porosit, përveç porosive që japin diplomatët që unë takoj për ditë, diplomat të akredituar në Maqedoni, por i përcolla edhe porosit që dha përfaqësuesi evropian këtu. S'keni zgjidhje tjetër, duhet të ndryshoni kushtetutën dhe të hapen negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Dhe pa hapjen e negociatave ne nuk mund të përfitojmë beneficione ndihmesa në ekonomi, në infrastrukturë, po nuk mund të kemi edhe stabilitet politik të qëndrueshëm, sepse në Maqedoni përplasen goxha shpata. Thotë, jo të gjithë të interesuar janë që Maqedonia të jetë stabile, Maqedonia të prosperojë, të ecë përpara në drejtim të antarësimit vendit në Bashkimin Evropian, që Maqedonia të shëshrojë dhe zero problem me fqinjët. Më thotë, ka rreth e rrotullnesh që nuk janë të interesuar që ky vend të ketë stabilitet, por të ketë pakënaqësi, të ketë revolta, të ketë përplasje të mbrëmshme dhe fillo këtu nga çarqet ruse, që nuk janë të interesuara që Maqedonia stabile të ecë drejt euro integrimeve, të jetë shtet i denjtë pranë strukturave të NATO-s, me një politik stabile dhe marrëdhënie të mira ndërtnike, thotë Moskva nuk është interesuar, siç nuk është interesuar dhe leva që vepron në Beograd. Bota serbe është tepër aktive këtu për qëllimet e veta. Kështu që ne jemi të interesuar që në këtë hapësirë të dominojë paqja, stabiliteti, siguria, marrëdhënie të mira ndëretnike dhe të ecim përpara drejt antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Porosit të qarta kanë qenë si nga përfaqësuesit e evropian, ashtu edhe nga trupi diplomatik që janë të akredituar në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në zgjedhjet e ardhshme, zoti Ahmeti, do të shkoni si BDI apo si AKI? Akoma nuk e kemi shqyrtu, nuk kemi biseduar me përfaqësues që veprojnë në kuadër të Aleancës Kombëtare për Integrim. Do t'i shqyrtojmë të gjitha pozicionet, si është mas mirë, ashtu edhe do punojmë dhe do veprojmë. Dhe në fund, dua t'ju pyes për reformat në BDI, në çfarë kuptimi, me kemi folësh për shpërmend kjo çështja. Në qoftë se do ketë zgjedhje të tjera, do të ketë reforma edhe ose fytyra të reja edhe në grupin parlamentar të BDI-s. Ka vlerësime që fytyra kryesore e opozitarizmit është Ilire Dauti dhe jo deputetët e fuqishëm të BDI-s.
Pajtoni me këtë? Do kush bën paraqitje në parlament është në rregull, edhe të Ilires. Ilira ka paraqit qëndrimet të koalicionit që kemi qenë si front europian, por sigurisht përgjithësia dhe pesha në parlament I bie Bashkimit Demokratik për integrim, qoftë si eksperiencë, qoftë si numerikisht dhe rezistenca bashkë organizohet edhe me partitë politike që kanë aderuar në frontin evropian, që kanë aderuar në aleancën kombëtare për integrim, do thotë është një bashkëveprim I palëvet dhe jo një bashkëluftim dhe një arenë duelesh. Po do të shohim fytyrat e reja siç dolën fytyrat e reja në strukturat e BDI-s edhe tek parlamentarët e ardhshëm të BDI-s. Po tani vetëm unë edhe Talati jemi deputet nga mandate I kaluar dhe të gjithë të tjerët janë deputet që kanë mandatin po janë figura që kanë qenë shumë gjatë në BDI, të cilët ndoshta do duhet të rifreskohen, nuk e di. Nuk është Bashkimi Demokratik për integrim 83% kanë ndryshuar udhëheqjen e partisë, pak punë është grupi parlamentar. Dakor. Dhe atëherë këtë në fund zoti Ahmeti, a është ky vizioni 25 vjet pas marrëveshjes së Ohrit I juaj për Maqedoninë që e shohim sot, ose çfarë Maqedonie do të kishit dashur në të ardhmen? Unë jam I dëshpëruar me ndodhi që ka ndodhur 2 vitet e fundit me poshtrimin, denigrimin që u është bërë shqiptarëve. Nuk e mendoj dhe kjo Maqedoni nuk mund të jetë funksionale nëse vazhdon si këto 2 vitet e fundit. Unë kam bërë deklaratën time në 2002, në janar të 2002-shës, unë Maqedoninë kam andru dhe do punoj atëherë, kam thonë, Zvicra e Ballkanit. Po nuk është arritur, po do doni ta arrini këtë çështje. Nuk është arrit, por 25 vjet janë vendos çështje goxha që e afronin me Zvicrën. Jo si Zvicra, jo si funksionojnë marrëdhëniet në Tirol, në Innsbruck, të Austrisë edhe në pjesën italiane të Tirolit, por drejt asaj rrugë është shkuar. E besoni që mund të arrihet kjo apo? Unë I takoj kampit të optimistave. Nuk I takoj kampit të skeptikëve edhe të atyre pothadorëve edhe të flamurbardhëve që ngrisin. Po e lëm atëherë me këtë optimizëm këtë intervistë. Zoti Ahmeti, të falenderit shumë që ishte pjesë e kësaj bisede. Faleminderit për kohën tuaj. Të dashur djegës, këtu po përmbyllim këtë podcast, I cili është edhe I fundit për këtë sezon. Ne do të rikthehemi sërish me ju në shtator me tema të tjera, me diskutime të tjera që pa diskutim do të kenë vëmendjen tuaj. Deri atëherë, nga unë Azim Rashidi, I gjithë stafi I gazetës Koha, kolegët që bashkëpunojnë, Adrianin, kolegun tim teknik, por edhe gjithë kolegët e tjerë, ju them faleminderit që na keni ndjekur në gjithë këtë periudhë. Mirupafshim në shtator.